Ka nisur faza e dytë e projektit për ndriçimin e plotë rrogor në zonën e plazhit të Velipojës, një investim i financuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe Bashkia e Shkodër. Projekti parashikon instalimin e më shumë se 450 ndriçuesve LED të teknologjisë së fundit në të gjitha segmentet rrogore të plazhit. Një pjesë e rrugëve kanë përfunduar tashmë, ndërsa aktualisht puna vjen në zonën e Vilunit. Është një projekt që ne kemi fituar nëpërmjet Fondit Shqiptar të Zhvillimit për ndriçimin në të gjithë territorin e plazhit të Velipojës me ndërhyrje me ndriçues të ri LED të teknologjisë së fundit. Momentalisht ne jemi tek zona e Vilunit, po vazhdojmë pjesën e investimit, po montojmë, siç e shikoni, shtyllat, linjat entoksore, pusetat, elektrodat toksimit dhe gjitha aksesorët për ndriçimin rrogor, që kjo të vëhet funksion të qytetarëve këtu dhe normalisht edhe të sezonit turistik që po vjen për vitin 2026. Normalisht ky është një proces i gjatë, është një nga projektet më të mëdha që kemi fituar si ndriçim rrugor. Ne kemi filluar me këtë projekt që në 2024-shin, shpresojmë që brenda këtij viti ta përfundojmë me gjitha instalimet, pasi pjesën më të madhe të projektit e kemi zhvilluar, e kemi përfunduar momentalisht. Sipas të dhënave të projektit, kalimi nga ndriçues tradicional halogjen në sistemin modern LED do të sjellë ulje të ndjeshme të kostit të energjisë, ndërhyrja synon jo vetëm përmirësimin e ndriçimit publik, por dhe rritjen e standardeve të sigurisë, lëvizjes dhe cilësisë së shërbimit në një nga zonat turistike më të frekuentuara të veriut të vendit.